Tani mirë se erdhe. Jemi sot duke pirë kafe turke për herë të parë. Mirë unë që shikoj filxhanët ande nga fjeri, po ti pse pi kafe turke? Faleminderit për ftesën. Për fat mirë unë nuk kam me këto varësitë jo duhani, jo kafja, jo domethënë ekspresi këto që bëhen keq. Për shkak edhe të punës që kam bërë, nuk kam pasur akses gjithkohës dhe kjo më ka ndihmuar kjo pjesa e kafes turke, për më ka dhënë një lloj lirie, sepse duke mos patur varësi, edhe nuk e vras shumë mendje, nuk e vuaj këtë pjesën siç bën që ja spim kafe, më kaloj ora, kalon 2 orë, 3 orë, zgjedhem të kafe se është kafe e mirë. Kjo është e para, si mund t'jap si. E dyta, pse jam mësuar me kafen turke? Si reporter terreni në Stavaki kam shembull. Po ti kisha mbledhur në një ditë sa lek më zdash me hedh, se do ishte edhe lek poshtë kafes aty. Ke si shkonte ajo, do e kisha bërë një shpim vete, vetëm duke marrë. Dhe ka ngel edhe nga kjo pjesa tjetër. Mbase po t'isha marrë me një sektor tjetër, më isha marrë me politikën për shembull, edhe rije në këto lokalet e mira të Tiranës, do pinim këto kafe, çka quhen këto Ilje, ku diun Lavaca, i bëjmë reklamë. Por pjesa po them vërtet që e kam, se më ka ngelur kafe turke dhe nuk pi dot kafe tjetër, nuk kam. Domethënë, edhe këtë se kam me detyrim, po e gjeta mirë, po se gjeta, s'është një problem i madh. Madje jam më shumë për zonat rurale të Shqipërisë, sepse aty e bëjnë. Ose e kam këtë pjesë duke shkuar në këto kompanitë e mëdha ose në lokalet e mira, edhe gjë e parë që pyes e di që nuk bëjnë kafe turke, rrallë ka dhe në Tiranë kafe turke tani, dhe pyes kush është pastruesi, edhe më shoh një herë me habish, ç'pun ke me pastruesi. Edhe kur dele, se di gjithmonë pastrueset nga që kanë rrogën e vogël, çkreta kafen e mbaj me vete, edhe bëj me xhezve. Se kafe turk me xhezës ta bënte te ekspresi ai, po nuk dele mirë te ekspresi. Unë në fshat e kam nisur nga i me gjyshe, kam nisur duke lëpir filxhanët, kur vinin shoqet, edhe pas. Kur shoh pastruesin sa më e vjetër ti aq më shanse ka mund të gjej kafen turk. I them dua një kafe nga ajo zonja. Po jo, po e bëjmë ne, po jo, e du nga jo. Nuk është se këto gjërat për krimin i lexonte filxhani të kafja turke. Se kam thënë ndonjëherë ndaj edhe plus që nëse të filloj të shikoj te filxhani do ta pija shpesh, do kisha varësi, se kam. Kanë filluar dhe politikanë të shikojnë filxhan. Në fakt politikanët nuk e shohin filxhanin. Po janë kaq mjeshtra sa bëjnë sikur e kanë parë te filxhani, atë që e kanë te mendja e tyre. Dhe ja veshin gjithmonë dikujt tjetër. Pra, nuk e them unë, thotë, e tregon filxhanin. Mua më thanë që një drejtues politik e kishte parë sa mandate do merrte filxhan. Ai drejtuesi e shef natën edhe shkruan ditën. Thjesht i duhet një kafene, jo i kafe. Atij duhet kafeneja dhe te kafeneja do edhe një plasmasë aty sipër që ta shkruaj atë që ka parë në ëndër. Ta skicoj se ai skicon është artist. Unë në fillim pata merak se nuk do pranoja për intervistë, po thash pastaj kur shkonte Ylli Rakipi, katunar ai, katunar unë, tash po e marr guximin edhe gjithë këto vite kam pritur që të më gjeni ju. S'më gjetë dot, kanë filluar unë të gjej një nga një tani të gjitha. Tani puna është çfarë kërkon. Po unë nuk është se kam kërkuar në fakt, sepse për fat mirë jam mësuar me këtë tani në terma moderne që impresioni, po me dajakun thonë, që je gjithkohës fute bjerë dhe ti mundohu fiton disa reflekse, ke parasysh kur njëri hap krahun ti fap mblidhesh kështu. Dhe unë sa nisi dikush të binte fap mblidhesh, pastaj e kuptova me kalimin e kohës si të mblidhesh, si të lirosh, ti do ta hash dajakun. Kështu që më mirë risi trimat edhe përballoje. Dhe në këtë pjesë e kam ndarë mendjen, nuk jam marrë thash me këtë pjesën tjetër e kërkimit. Por te kjo edhe tek termi, se katundar nuk është term ne jemi nga jugu. Ne kemi fshatar, themi katundar. Edhe vetë fjala katund është vjen nga slavishti. Prandaj më mirë rrim shqipes. Ke të drejtë. Edhe ylli është nga jugu. Por edhe vetë fjala fshatar ka një hierarki. Nuk janë të gjithë një lloj. Me shemi të origjina, të ndalemi pak te fëmijëria. Si ka qenë fëmijëria jote? Mua më ka kapur fëmijëria në fundin e regjimit komunist. Dhe vendi ka patur një vështirësi, sidomos në atë kohë, ishte fundi i sistemit, kishte konsumuar të gjitha rezervat e veta, kishte arritur në një rritje të madhe të popullsisë, kishte urbanizuar një vend që ishte gjetur kryesisht me popullsi fshatare dhe
si them unë, ishte në limite të falimentimit si bë. Dhe kjo më ka bërë që një pjesë e mirë e fëmijërisë, atë pjesën që unë do ta kaloj me shkollën, do ta kaloj me shokët, shkryr Zotit nuk kishim këto gjëra që kanë fëmijët sot, se ato na kanë bërë më kështu. Pra nuk ishte i koncentruar diku, ishte më tepër të argëtimi, të liria, të hapësira. Mendoj që kemi patur më të mirë fëmijë. Te natyra, po mendoj kemi qenë më, ajo fëmijëria jonë ka qenë më atraktive, edhe pse i pjesë e saj thash më ka hikur te rradha e vajgurit, te rradha e qumshit, te rradha çat dilte djathit, sepse kishte pak produkte në atë kohë, pra ishte në fund sistemi. Ma tani nuk kanë pikë durimi shqiptarët, kanë pritur gjitha ato orë në radhë, tani në bank të futen para kudo. Tani nuk ka të bëjë se nuk kanë durim. Tani ka të bëjë me këtë pjesën tjetër, që ne nuk respektojmë. Se po të shikosh të njëjtin shqiptar, që këtu nuk ka durim. Nuk ka durim te banka, nuk ka durim te rradha, nuk ka durim në rrugë, para kalon, nuk e lidh rripin e sigurimit. Sa kalon kufirin në Muriqa, unë Malizi them fshat Jugosllav. Pra sa hyni në fshat Jugosllav, lidhet. E pati mos i qeni kështu praf, rrit drejt, ecë me 40 në orë, ri aty tjetër nga mbrapa. Pra afrikani është afrikan, sikur rri në Ghana, sikur është në Togo, sikur është në Paris apo në Bruxelles. Se është afrikani. Pra ai sillet një lloj. Kurse ne kemi të kundërtën. Ne sillemi si gjejmë. Ne po gjetëm shesh shprehje fantastike e popullit ton, ne po gjetëm shesh, ne bëjmë për shesh. Ndërkohë, kthehemi te pak tek pjesa e fëmijërisë. Gjëja që e shikoj sot me krenari dhe do duhet ta kishte edhe brezi i sotëm, ishte kjo pjesa ne kishim me shokët, me shoqjet e klasës, atëre një nga gjërat që ne konkuronim ose rivalizonim me njëri tjetrin, ishte leximi i librave. Ishte libraria e qytetit, që kishte kartelën tënde ku regjistroheshin librat që ti lexoje dhe libri data kur e merre librin dhe do ta ktheje. Se ishin gjithë libra që do kthehesh. Dhe pastaj kishin dhe librari, kishin shkolla dhe vetë librari, gjimnazet sidomos. Dhe kthej në garë që sa libra kishte lexuar ai, sa libra kishte lexuar ky, edhe pse në fakt në atë kohë nuk është se kishte shumë gamë të gjerë librash. Po gjithsesi, ai të bënte, pra nga pjesa që ti ishe jashtë gjithkohës, theshe brenda dhe të çonte në një realitet tjetër. Dhe meqense je në ambientet izoluara, libri të ndikonte shumë. Varej edhe nga çfarë po lexon, por mendoj që kjo prapë mungon brezit të ri. Pra po të shikosh sot, ata ndikohen biles mundësisht t'ja u bësh me video. Nuk e lexojnë dhe një lajm kur e shohin atje që mund t'u interesoj, shikojnë titullin dhe pastaj merren e duan sa më të shkurtër, edhe mundësisht të lodhen sa më pak. Tani edhe fotot që bëjnë nga tualeti shoqërojnë shumë me thënie nga librat. Jo, pastaj ato i bëjnë se nuk i kuptojnë, po mos i bëjnë që të duken që kanë lexuar apo. Tani njeriu pikërisht shfaq një gjë që nuk e ka. Për shembull, më ka qelluar herë me një koleg skocez, gazetar. Dhe erdhi këtu po merri ishte gazetar investigimi dhe donte të shikonte se kishte dëgjuar shumë për Shqipërinë, donte dëgjonte, të shikonte domethënë që është vërtet këto parcelat e mëdha me kanabis, këto hangarët ku punonin gratë që pastronin. Edhe më merr paraprakisht i them do vish në këtë periudhë të vitit, se jo çdo momenti thoshë mbillet kanabisi. Dhe vjen momentin kur ishte finalizimi, fundi i gushtit, fillimi i shtatorit. Dhe çova unë mrekullua se duk se ai filmi me Leonardo DiCaprio, të shkojnë në ato parcelat në Azi ata dhe u duken jashtëzakonshme. Dhe hyri pa vetë, vajti pa vendin atje, thash ju duk si botë idilike. Dhe pastaj kur u ulëm, e filluam, ja morën këngës ata në zonën që ishim ne. Dhe ky më tha mua, e s'e kupton që ata ishte këngë kështu burimore, nuk ishte me instrumente. Pra është nga jugu, se jugu i ka më të vjetra. Domethënë sa më pak instrument ketë një këngë aq më e vjetër është. Dhe tha mua për çka këndojnë këta? Ai thash unë po këndojnë këngë trimërie, një këngë ishte me Ali Pashën, si çka më jugu. Po prap ishin këngë që qëndronin te trimëria. Mbas 2 ditësh shkuam në veri se donte të shifte edhe veriun. Dhe atje ulëm prapë ja mori çifte Elisa, eva këndonte ai këngë për besën. E dëgjoj me vëmendje, jo thamë, ne s'ka edhe për mos ofenduar, po
Ne Skotësi, tha, e mbajmë vetëm, tha, si kom trim. Po betojnë e fundit, tha, kemi fituar 1314. Shë i filmi i famshëm me William Wallace. Ai është heroi që i teoj 1314. Skotëzët e nga kombët futarat, po s'kan shtetë tyre. Dhe ne, tha, gjithmonë nuk këndojmë gjërave që nuk i kemi. Pra kam përshtypjen që ka i shumë sa i këndoni ju trimërista dhe besës, kam hadh, tha, të mos keni një tim problem, tha, si që kemi dhe ne. Dhe për fat keq e kishte kuptuar thelbin. Ne pikërisht mundojmë të këndojmë ose ta hiperbolizojmë një gjë që do të jetë normale, unë nuk di për shembull që ky kombi është më trim, edhe këta janë më frikacak. Ka brenda vendit për shkak të traditës, të historisë, kulturës që ka i qytet. Për shembull, nëse ndodhesh në përmet, ti e di që në përmet batuta, disa batuta në përmet. Pra të shkon në qytetit të ndafileve, dhe ti mund të shikosh ose mund të ngacmosh çdo vajzë apo çdo femër që kalon. Nëse shef në njërin përtej rrugës, që po të shef me inat, është nga me malje. Sepse edhe ai si ty duke gjuajtur, se aty të kthehet njëri dhe nuk të thot njëri plaç. Po të pa me inat, është nga me malje, nuk është përmetari ai që po të shef. Kështu që to kujtimet se janë ta asaj kohe sot duken vërtet. Dhe nuk e dia do të kem koha, do të më mjaftoj koha ti mbledh të gjitha dhe të filloj nuk është se nuk i kam bërë gati një pjesë të mirë atyre. Por kur i shoh nga këndvështrimi sot, më duket sikur kam qenë në kinema dhe kam parë filma. Nuk ka qenë realiteti i jetës që jeton dhe shqiptarët. Thashë dhe kjo pjesa, se këtu mund të lihet, pjesa e fundit sistemit, pra se mushka doli nga zbori që përdorin ata, pra më shërbeu dhe mendoj që më bëri mirë për të kuptuar dallimin që kishte ai sistemi me atë që ndodhi mbrapa. Brezi im pati një fat keq sepse ne na kapi ndryshimi i sistemeve dhe ne erdhëm nga një sistem që kishte çdo gjë të kontrolluar, kaluam në një situatë tjetër. Po të marrë një krahasim, nëse ke pa një folemi lingonash, po t'ja u prishësh atë hyrjen, i ke pa si që orientohen ato, edhe hapen në gjithë atë, dhe ne na ndodhi pikërisht kjo gjë, ne na u prish foleja. Ty vendoset ikësh në Greqi? Po, ika në Greqi më shumë, jo se kisha, thash, të nevojshme, ishim mësuar atë lloj jetese. Unë nuk isha as keq dhe as mirë, ishim midis. Pra nuk kisha as tek ata që kishin përfituar nga sistemi, kishin një lloj jete, një lloj, por as nga ata që ishin të përsekutuarit e sistemit. Me që të gjithë iknin bërë edhe një grup bashkova me grup shokësh dhe shkuva në Greqi. Nuk e di detin e kam pas frikë, të shkonin me gomone, me kështu. Unë doja që kishe shumë siguri ku më shkel këmba diku dhe më duke i mali dhe pse ishte vështirë. Që nga skrapari ishe më i mësuar me malin. Do thoja po jo, kishte plot skrapërlin që ja futa dhe nga deti, po unë nuk i futa do detit në këmbë. Unë në këmbë mendoj që më mirë i futem malit se sa ti futem detit. Dhe imagjino kur kemi ikë në fillim, klas 91-shin, 92-shin, nuk kanë qenë si sot shtigjet. Pra ishte akoma brezi i klonit, ishte ushtria shqiptare këtej, ushtria greke ande. Pra të dy ufiri i ruaj në të dy krahët. Nuk ishte se sot që ti mund të lëvizësh lirisht. Do mundosh të ecje në sa më larg rrugëve në makinës. Do zgjidhje periudhën e muajit kur kishte hënë. Ne ruanim, doli hëna, afroi hëna e plot, erdhi koha për tiku. Imagjino tani çfarë kështu ka qenë dhe imagjino si shkojnë sot me vizë, për turizëm shkojnë, kur i dëgjoj sot të rinj që thonë isha në Barcelonë, isha në Madrid, isha në Paris, imagjino, ne duhej që të kapnin Grevenan, ose Kallabakën, se aty ishte stacioni i fundit i trenit në atë kohë, për të hyrë në Greqi, domethënë për të shpërndarën për Greqi, duhet vije deri atje. Dhe atje ishte një vend shumë i bukur, nuk e di sa filma e lut Hollywoodit, ke parasysh Kallabaka është ai vendi ose Meteora një fjalë, ai vendi me ato shkëmbinjtë e bukur që luajn filmat e shumë Hollywoodi ka xhirur shumë filma. Dhe ai ishte një vend i mrekullueshëm, ne kishim mendje mos na kapte policia dhe më një radhë mbledhur fshehur diku. I kishim hyrë si duket në pronë një familje greke dhe fshehur prisim të vinte treni. Dhe një fëmijë shpëton nga dora prindit, edhe na afrohet neve, fëmijë i vogël. Dhe ishte, si duhet të ishte nëna, vetë ishte gru. Erdhi e mori dhe i tha, mos u largo më, i tha se do të hanë shqiptarët. Dhe aty e kam dirë veten, nuk ishte si, domethënë,
edhe shumë jo thjesht i lënduar dhe i ofenduar, po dhe i turpruar. Shqiptarë në vend të Gogolit. Pra që ne po na përdorin, shikoj, tha jo, mos më largon më se ta janë shqiptarët. Dhe ndërkohë kur kemi vajtur atje, kemi takuar grekët e parë, kemi filluar marrëdhënien e punës. Dhe mendoja që ne kishim lexuar për grekët e lashtë, për Athinën, për Spartën. Grekët si gjetëm ne atje për Eskilin, ne gjetëm ca fshatar Ballkanës, thjesht kishin pasaportë europiane, ishin ballkanësin. Që të bëni pyetje nga më të çuditshme, domethënë që nuk ishim më të lexuar se ne, se ne ishim prej hallit, thash nuk ishim mundësi tjetër, ishim shumë më të lexuar, pjesa tjetër, por ata thjesht ishin në gjendje më të mirë ekonomike se ne. Dhe mbaj mend si gjetëm në 91 dhe si lam në 94, që me njëherë për i krahut lirë të punës që erdhi nga Shqipëria, ata u pasuruan. Nuk është se shqiptarët se përdoret dhe sot shpreha, shiko, greku na ka mbajtur me bukë. Jo, më valla, se kemi kemi shërbyer, atje kemi bërë punën, dhe në vend atë punë të madhe, atë energji që ne konsumojmë atje, do ta kishim konsumuar. Po emrin e ndrove në Greqi? Jo, nuk e kam ndruar emrin atje, dhe të them edhe pse, madje edhe vllai im që vazhdon të jetojë atje ka 3 dekada, nuk e ka ndruar emrin. Madje nuk ka, edhe sot nuk ka pasaport grek. Fëmijët i kanë lindur atje, janë rritur atje dhe nuk ka pasaport greke. U binda për një gjë në emigracion që çdo që të bëhem isha emigrant. Pra unë s'isha në vendin tim. Isha i huaj atje. Sepse shikoja kur hyjem bisedë me ta, në një moment që ti për shkak se çeri i lexoje, i dije që kur hyjem bisedë me ta, dhe ai nuk kishte argument. Debatonte atë se mbyllur gojën u bëret i shqiptar. Dhe këtë e vuaja shumë këtë pjesë. Kudo që shkonim, pra në momentin e parë që ti filloje ballafaqim ose përplasesh atje, ne të kujtonin origjinën, të kujtonin statusin që ti je. Pra ti jemi ne vendalim. Ti je i ardhur, nuk më harrohet shpreha një greku që kam takuar në vitin e parë, e mbaj mend dhe emrin Theodos, si ishte emri i veçantë. Ai kishte qenë në Shqipëri si ushtar i ushtrisë greke 2 herë. Dhe ai thoshte kur kam dalë në mal Moravës, nuk kam pa qytet më të bukur se Korça, pyesë si është Korça. E madhe më në Korçën e luftës së dytë botërore. Por se ka ndryshuar shumë Korça. Edhe raport me qytetet e tjera. Nuk ka si me tjerët, po. Dhe ai thoshte nuk kam pa qytet më të bukur. Dhe mbas si më tregoi që kishte qenë në Australi mbas luftës, pra kishte qenë emigrant aty. Dhe më thotë një gjë, shiko, thotë, ju po qëndrohet këtu, ti mund të vishesh, mund të kesh për të ngrënë, mund të jetosh mirë, tha. Po i pasur këtu, tha, jam unë, u bësh do ti. Juve, tha, e kini pasurin matanat i malit. Gjithsesi, kjo gjë, thash, më shërbeu edhe për të kristalizuar çfarë do bëj me veten time. Ty vendos të kthesh? Erën Tiranë, punoja kamarier dhe turnit 3, po se kamarier dhe bankier. Para ishte koha e firmave piramidale. Shqiptarët mendonin që në fund të muajit kishin çuar 100.000 lekë do merrin 300. Dhe hanin e pinin lekët e tyre po hanin, se nuk është se po kishte një lloj kështu si themon lumturie që do bëheshin me lekë pa punuar. Edhe shtronin gjithë ditën. Dhe kamaria disi shkote bakshish, se kur kujtohet harroja që kishte edhe rrogë. Kam qenë në një lokal tu te bulevardi Zogu i Parë. Ka një lokal pallati diplomatëve quhej, edhe tek ai lokali kam thënë turni 3. Po pse turni 3? Se në dhomë ishim 4 veta, kishim 3 krevat. Njëri gjithmonë dilte tepër. Kështu që unë zgjodha këtë pjesën, thashë më dushin dhe lekët. Edhe zgjodha të punoja, po pastaj më hyn kaq shumë qejf se po bëj. Domethënë shkonte 700-800.000 lekë. Domethënë vetëm bakshishet. Si kamarier fillove të dëgjoj gjëra për krimin edhe... Jo, aty ishte lidhja tjetër. Tek ajo kioska ishte më përballë Zërit Popullit. Te Zëri Popullit ka qenë agjencia e shpërndarjes shtypjes. Dhe nga ora 10 mbrapa vinin ta drejtuesit e gazetave, shpërndarësit, këta që merreshin me shpërndarjen e gazetave, po vinin edhe ishin ca gazeta të vogla, i sillnin ca gazetar vetë i shtypnin, vetë i shkruanin shkretat, i sillnin, i kishin çon shtyp shkruajnë dhe për të shpërndarjen i sillnin aty. Dhe unë duke ndëjnë aty me ata, i merja gazetat që do dilin të nesër, i merja që në darkë, i kisha aty. Dhe u miqësova me këta njerëzit që vinin. Miqësova, hyra në bisedë me ta. I shikoja çfarë bënin, ndërkohë lexoja lajme, ndërkohë aty Tirana lëvizte, pra ishin vërtet ato vitet që filloi po kaloi nga niveli i rrugatësve që quheshin, ose se në atë kohë fort nuk i thoshim ne akoma, po ishin këta çunat e hedhur, çunat e shkafut, filloi që të rriteshin çik në blidin e një makinë, të merrnin në një
merrni 5 lek, merrni një femër të bukur, simpatike, kaq çfarë do bënim shumë. Dhe shikoja edhe çfarë ndodhte brenda lokalit, po edhe çfarë ndodhte jashtë lokalit. Ndërkohë po shijoj edhe këtë pjesën që shiko po merrni edhe 5 lek. Duke biseduar ishte njëri nga ata shpërndarësi ka qenë koha jo nga Lezhë. Po nuk e harroj këta njerëz se më kanë ndihmuar pa pas asnjë lloj interesi, edhe pa më njohur. Dhe ai e vinte re që unë me zi prisja sa dilte gazeta më vija e mirë e hiqja aty dhe ai më thoshte më sill konjakun këtu se konjak pinin atëre kaçorrel ka qenë ca pije për cilën çka. Dhe unë vija me vrap çka kanë nxjerr gazetat. Ai e pa këtë sensin e të rrëfyrit që kisha unë, isha tifoz sporti. Dhe flisja për sport, në thaj, pse s'vjen aty në gazeta, tha. I thashun, kam shkruar aty, thashun tek RD kam çu shkrimi, thashun pastaj ca gazeta të vogla. Por tha, hajde aty te sporti, më thanë se kam dëgjuar ata se shkruajnë tha gazetar, tha. Ti je qie, tha. Hajde 1 orë, 2 orë aty, tha, fol me ta, tha, edhe se mund ta bësh dhe atë, me që ke me qef. Dhe kështu, më kam vajte Sport Express, ishte gazeta më e madhe sportive, ishte gazeta e koha jon. Pra tek shkolla e Kuqi ishte koha jon atëherë. Pjesa sigurisht më e madhe e redaksisë kishte koha jon, se ai ishte gazeta më e madhe në vend. Sportit ata i kishin kushtuar më pak, edhe vendet, thoj më dhe kompjutera i kishin. Dhe mua më çojnë ditën e parë, më çojnë, kishin pasur problem gazetari që mbulonte Dinamo në atë kohë, dhe ishte i ndjerë Sajmir Demi, vllai e Kelit. Dhe ai ishte djalë fantastik, këtë iku. Kjo shprehje që thoshin pleq se kam besuar, tani ka filluar dhe unë ta besoj. Zotit mirë ti merr më shpejt. Unë ditën që mora vesh lajmin më trishtoi shumë, ishte njëri pa fjalë, shumë modest. Krejt ndryshe nga Keli. Pra Keli është i dukshëm i shkrimtari tani të gjithë ka punuar me Kelin bash. Atë kohë. Por ky Sajmiri ishte një, unë kam quajtur Fatos Baxhaku i gazetës sportive. Dhe kryedaktori ka qenë Fatmir Mneri. Fatmir Mneri më thotë më shiko, me ke tifoz ti me Dinamo, më thonë. A shkon aty te klubi Dinamo? Klubi Dinamo mbas 90-s, quajtur klubi i Ministrisë Brendshme, e kishin lënë Kuthret Qameti, ishin pa rrogat i kishin shumë vogla. Dhe unë shkoj aty me dorë në xhep, edhe ata më nënvlerësuan, se nuk e dinin çfarë ishte saktë. Dhe u futa brenda, në fakt s'do të linjen. Sajmiri ata nuk e linin të hynte. Kishte bërë dy shkrim, kishte të vërtetën ai, po se donin ata. Nuk interesonte që klubi kishte kaq shumë probleme. Shkoj atje, shikoj çfarë po ndodhte, kishte një konflikt në klub, rrogat ishin pa paguar, trajnerët me lojtarët shkonin. Shkoj në redaksi, bëj atë shkrimin, shoh nesër shkrimi ishte në vend të editorialit. Ishte faqe e parë. Faqe e parë dhe ishte kolona editoriale. Më dha shumë vetbesim. Përveç faktit që shijon të dilte emri atje poshtë, dha shumë vetbesim. Fillova me sportin, ndërkohë vazhdoja edhe punën tjetër, më shtë edhe me shkollën. Tek redaksia, ku uleshim rrje në kafe me këta të kronikës. Atë as njifi si kronikë akoma. Kronikat janë gjitha njërë. Kjo që i themin e kronikë e zezë, ka ngel nga italisht, kronika nera. Por është aktualitet, termi fix i rubrikave që mbulojmë, është aktualitet. Pastaj aktualiteti ndahet kulturor, social, ekonomik, sportiv e të gjitha. Dhe duke treguar me ata, unë kisha vënë re, shkoja në stadium dhe shikoja te pjesa e VIP-ave, qëndronin te pjesa e VIP-ave, te pjesa ku rrinin deputetët në atë kohë, kryetari i bashkisë, shef komisariati, rrinin edhe këta çunat i vishin si gangstera. Njëjta që ndodh edhe sot. Sepse ata kishin qef aty, por do kishte mes atyre, ai ishte vendi ku evidentosh. Stadiumet atëherë ishin plot, nuk kishin stadiumet siç janë sot. S'kishte filluar boshatisja. Kishte filluar boshatisja, por ishin akoma. Dhe shikoja që ishin këta. Dhe kur i dëgjoja në redaksi që flisnin me njëri tjetrin gazetarët e koha jon, dhe unë kujtosha, po jo më thoshon se nuk i njihnin. Këta flisin me çfarë kishin dëgjuar te policia ose ç'kishin, po nuk i njihnin personalisht. Por dalin thoshon se filani s'është kështu si i thoni ju, është. Dhe duke më dëgjuar her pas here më thonë, pse s'vjen? Çfarë merres te sporti? Hajde valla këtu. Ti njih këtë. Ndërkohë, disa nga ata që ishin president klubit në atë kohë u vran. 98-ën, 99-ën, u vran. Në që këto vite karrierë si gazetari kronikës, ke parë ngjarje pafund, dua të cila është një ngjarje atipike, një ngjarje që të ka ngelur në mendje edhe sot e kësaj dite, që është ndryshe nga të tjerat. Po, një nga ngjarje shumë e veçantë është në Ersek,
Le këto gjërat e Tiranës që janë përmendur. Po një ersek. Një vajzë 18 vjeç shkon e vret 4 veta. Dhe mes tyre vret një nga emrat më të njohur në atë kohë Elbasan, Zaçën e Elbasanit, i cili viti i fshehur atje në Ersek. Ata i kishin përdunuar përpara atë, ishte nga Korça e gjimnaziste. Merrte dashurin, merr një automatik, i dashuri s'donte të shkonte në fakt, po e kishte marrë me forcë ajo. Dhe shkon mes të Ersekës, është ngjarje më e rëndë që ka ndodhur atë, nuk mbaj mend. Dhe shkon i vret të katërt. E kam kërkuar atë vajzë, më duke pa besueshme që një vajzë gjimnaziste shkon e bën se vetëm fakti që ke të bësh me këtë person të tremb. Jo që ata arrinin të armatosur, arrinin grup njerëzish, ajo shkon e vret 4 veta. Më humbje, e kërkova shumë kohë, dhe u bëra kurioz. Mbaj mend që i kanë dëmtuar një familjar të saj mbrapa, se i shkon për të shtëpia, për të hakmarr. E gjeta mbas 20 e ca vitesh, domethënë që jetonte diku në zonën e Myzeqes. Më humbi prapë. Ajo në atë kohë u dënua, po unë nuk di që ajo t'jetë kapur edhe mbasi dënimi mund t'jetë parashkruar. Se në atë kohë ka pas dhe probleme me dokumentacionin, me kushdo që shkonte në Greqi, unë kur ika në Greqi mora 2 herë pasaport. Këto a dukem si Elisa që thot me këto ngjarje bën dhe filma, por realisht kjo është një personazh shumë i veçantë. Dhe mosha se thash ka ndodhur ngjarje e Tropojës, ka ndodhur ngjarje në Tiranë, se femrat kanë një gjë tjetër. Në Shqipëri nuk është se nuk janë bërë. Por jo, realisht është një film me të njëjtën historia e saj është vërtet. Që mbasi e kanë abuzuar, vajza kthehet për t'i vrarë gjithë me radhë. Edhe ishte jesa udhëzimi dhe fakti që ajo i vrau të katërat atë armatosët, kriminal, ata ishin vërtet kriminal. Dhe shkoi palosi në një qytet aq të vogël. Edhe pastaj u zhduk humbi. E bëri shumë intriguese. Është një ngjarje që shkruhet shumë pak. Ose por mos është hera parë që dëgjoj. Ose as pak, për atë se thash ka ndonjë atë kohë, nuk ishte as Google atëherë, as Yahoo, as kishte dalë akoma. Pra prandaj ka shumë pak material për atë ngjarje. Po më ka bërë shumë përshtypje mënyra se ja realizoi, kurajo që ajo pati. Pastaj ajo ishte një njerëz që hyri në skenë në mënyrën më të zhurmshme të mundshme. Se vrau dhe vrau 4 veta. Dhe pastaj doli nga skena, pra e mori vëmendjen në mënyrë më impresionuese të mundshme, që një vajzë adoleshente bën atë gjë, dhe pastaj doli nga skena u zhduk pa lënë gjurmë. Kjo ta bën dhe më intriguese këtë personazh. Shqipëria është vend shumë i vogël për të nxjerrë kaq shumë kriminal, sepse lexoj në lajme të ndryshme baroni i drogës, i fortë i kësaj, i fortë i asaj, mafiozi këtu. Mos ndoshta pak si popull kemi qef të shikojmë një lloj heroizmi. Për fat keq ne kemi një numër të madh për të personash që janë inkriminuar, që janë marrë në krime për 100.000 banor. Pra numri i shqiptarëve shumë i madh. Kjo është gjë e dukshme, është evidente. Dhe për fat keq kjo ka ardhur duke ushtuar. Dhe ka ardhur duke ushtuar sepse modele në këtë vend për të rinjt janë bërë këta. Janë bërë të këqij, nuk janë bërë të mirë. Duke qenë këta modeli, prandaj kanë shkuar aty etja për të bërë shpejt i pasur, për të bërë ti shikon ti je në një qytet të vogël të Shqipërisë, ke patur admirim për një vajzë shoqe klase atje ku dion dhe ti shikon papritur njëri që është marrë me narkotik ose që marrë me aktivitet tjetër kriminal, me prostitucion, vjen me një makinë të bukur dhe atë që ti ke patur ëndër e shef makinë me atë tjetrin që ai mund të jetë i shëmtuar, mund të jetë çfarë të duash ti, po njëjta logjikë është edhe për meshkujt. Dhe një mashkull që mund të të pëlqejë, ta merr dikush që ka më shumë silikona dhe prapë dhe kjo është një lloj padrejtësie. Ky është dhe problemi, pra ky është problemi tjetër pastaj, ky është problem showbizi. Nuk është tek fusha ime. Tash ta kthem pak pozicioni tjetër. Po, ky është problem showbizi. Por problemi jon i vërtet, si shoqëri, flas si shoqëri. Ne nuk e quanim për gjë në Shqipëri, nëse dikush merri me trafik droge. Pra këtu u mboll kanabis i haptazi, sepse gjithë thoshin, "Ama punë e madhe do ta ushesim atyre tuaj." Prostitucioni që quaj krimi i rënd. Dhe vepra të tjera. Dhe për gjithë personazhet që kam njohur me përjashtim të njëri që kam mbijetuar deri tani fort, se është Maja. Po gjithë të tjerë që janë marrë me prostitucion kanë patur fat keq. Edhe në kategorinë e kriminalëve, tutorët janë më të urrërit me diskret. Janë më, edhe Zoti duket sikur i shikon sipër dhe për ta
Gjithmonë dikur, po mos është një pjesë e mirë e tyre ato që i kanë pasur prostitutë kanë fëmijë sot me ato dhe kanë bashortë. Por edhe mes tyre që bën këtë gjë tjetër prap në ursulu nga mbrapa. Vërtet sikur ai sipër i ka diferencuar ato. Të kthejmë te kjo pjesa e që po thosha. Pra, ne nuk e quajmë trafikun e drogës si shoqëri, si krim të rënd. Punë e madhe, bëjnë ca lek. Ka vënë kokën torp, thoshë më ka vajt atje, po ja ushet atyre, maskareve, italianëve, grekëve, gjermanëve. Pra si shoqëri. Dhe kjo bëri që të ketë një përhapje kaq të madhe. Motoja e narkotrafikantëve në gjithë botën është fëmijët tuaj janë e ardhme jo. Pra fëmijët tanë janë e ardhme tyre. Dhe së pari ne detyrojmë fëmijët. Prandaj është problemi që ata duke shkuar atje kanë siguruar tregun e brendshëm këtu. Dhe prandaj ne kemi ulur në mënyrë drastike moshën e përdorimit të narkotikëve. Po shikoni te ai pavioni që kemi ne për toksikologjinë, çfarë mosha shkojnë atje, duart në kokë. Pra, iku shkolla lart, iku gjimnazi, kanë zbritë 9 vjeçare. Dhe në fillim e ofrojnë pa lek, pse sa ish investimi tyre, sa më i rritje të përdoruesi, aq më i gjatë është investimi. A ka patur ndonjë përpjekje serioze në Shqipëri për të luftuar krimin, cili ka qenë ministri i brendshëm më i suksesshëm dhe drejtori i policisë që kanë nisur hapa serioz drejt luftës kundër krimit? Përdoruesit më të mëdhenj sot, më të mëdhenj në masë, si përqindje, janë fëmijët e politikanëve të pasur. Dhe ky është dënimi që ka ardhur atyre për atë që i kanë bërë vendin. Se ata kanë lejuar këtë gjë. Pra fëmijët e tyre sot janë po vuajnë pikërisht të plagë. Sa ata kanë para të blejnë atë që vjen, se Shqipëria sot ofron në rrugë, po thash edhe të huaj që vjen se tani në çdo 3 vjet e shoh në bulevard 2 janë të huaj. Në Shqipëri sot ofrohet kokainë nga më e mira në qarkullim. Dhe kjo është e njohur, cilësia është edhe prej sepse përdoruesit vendas e njohin mirë. Mos ta dëgjojnë se do thonë që kemi rritur cilësinë e mallit. Po edhe pse vjen shumë nga jashtë dhe nuk kanë kohë ta përzihen, nuk kanë as interes ta përzihen. Dhe kanë krijuar një treg të brendshëm, është problemi i madh dhe e kanë krijuar sidomos tek ta. Të pasur. Kokaina është drogë e pasur, nuk është e varfër. Dhe duket si një lloj shpagimi për atë që kanë bërë. Se ata kanë krijuar këtë gjë dhe ky është shpagimi që po u vjen atyre. Dhe që ne të shpëtojmë se gjithë problemi është e sotmja ka ikur. Duhet punojmë për të ardhmen. Pra duhet jemi përpara. Për çfarë duhet më të shkoja në Ekuador dhe në Kolumbia, ku diun Panama, ku s'kam shkuar te janë Dubai. Për çfarë duhet? S'mund ta bësh këtu. Se do të kuptoj kush është trendi, kush është e ardhmja. Do të shikosh çfarë ide kanë ata, nuk do të shoh letrat e prokurorit. Ke parë unë s'dal në emisione me letra. Sot nuk mora asun letër se dje që do më shkonte dëm edhe unë do të jem për te, se kjo është detyrë e gazetariit. Nuk është lexoj çfarë ka shkruar prokurori. Prokurori është pal. Unë do të shkoj për te asaj që thot prokurori. Në situatën që jemi ne, tregon që ministrat që kemi patur ne, dhe kryeministrat kanë dështuar në këtë fushë. Ende krimi organizuar shqiptar nuk është ka buxhet shumë të madh. Kemi një dekadë që thënë ne kemi grupe që kanë buxhetin më të madh në Ministria e Brendshme. Pyes pak për çunat e Dubajt. Në ndryshim nga një pjesë e madhe e njerëzve, unë nuk mendoj që këta janë të fortë. Vedi pse imagjinoj kështu si të veshur me pijame ngjyrë pink dhe me shapka pellushi dhe që qajnë kur lexojnë këtë poezi të El Hajt Sufit. Po ti i njeh më mirë dhe thash, çfarë janë në vetvete çunat e Dubajt? Çunat e Dubajt janë çunat e fshatrave të Shqipërisë këtu një herë, po të shkojmë pastaj shkojmë në Dubaj. Nuk jam ndonjë kështu, po ta vëshre, nuk se kam ndonjë e vras shumë mendje, nuk kam ndonjë gjë të shtrenjtë, as oras, edhe veshjet i kam fare. Se mos i ke kequr që do vje këtu dhe. E kam as tatuazhe, as gjë, e jam kështu, nuk i kam fare, nuk më bëjnë përshtypje, nuk më bëjnë përshtypje këto gjëra fare. Dhe kjo më ka ndihmuar se kam një stil i testet të thjeshtë. Kam përshtypjen që ata që ne i quajmë bandit, tani kanë filluar dhe bos krimi edhe se si ndan dot janë për me biznes në fakt. Bëjnë ca gjëra që i ekspozojnë dhe tregojnë nivelin e tyre. Për shembull, janë të prirur të vishen shtrenjtë po të vishen keq. Si Ilberi. Janë manekinat më të këqij të mundshëm. Me logo të dukshme. Pra, po ka manekin të shëmtut, domethënë janë të tanë. Dhe këta vjen blen veshje fit,
brendit më tjetë maksimumi tjetë sa më shumë e shtrenjtë, po ngjan shumë keq, më ngjan shumë shëmtuar. Po ti vëshej, i e shikon që në rrugë, shikoj çanta, syset, marsupijora, gjëra. Vlerase. Po mirë, më edhe pastaj thotë shiku, po pse na nxjini emrin ju ndar? Po ti e ke nxjerrë emrin vetes. Për mos folur pastaj edhe për targat me inicialet personalizuara. Që e them unë që ka ngjitur në rrjet. Pra, Mi Forti është ai që nuk i përmendet emri. Edhe cili është ky me që sa unë kam pasur dilemë prej shumë kohësh. Unë nuk e kam për emër konkret. Si, ai është Nuk e ke për ndonjërin nga Fieri? Pra, nuk e kam, Veçanti? jo, nuk e kam për emër konkret. Unë e kam si model. Pra, nëse ti ekspozohesh dhe nëse media fillon të godet, ke rënë, ka ardhur fundi. Dhe nuk i mbron ajo gjë, i mbron aureola. Kjo patukshmëria është fuqi. Është një film, nuk e di, duhet ta kesh parë Komisari Dritës. Si thot Ndrej Kluca ati Ndrej Gjetanit atje. Frika birimi, thot, frika. Lind bashkë një njeriu, thot, dhe vdes bashkë me të. Dhe ata, kjo frikë, mafja çfarë? Frikë është i gjë pa dukshme, se po u bëhet dukshme, kurse këta tanët duket. Dhe këta janë çuna të Dubai. Të kalojmë te pjesa e fundit, problemet e tua me Spakun. Si çfarë situate je me Spakun? Problemet e mia, unë nuk se kam ndonjë problem. Ose çfarë problemesh ka Spaku me të? Nuk se kam unë ndonjë problem me Spakun, por në jetën time unë dikur kam menduar që do të mbjetoja deri 35 vjeç. Me atë punë që bëja, aty ku fusja hundët, gazeteria që bëra, sepse unë thash, nga që nuk pata model, unë mundova të krijoj vetë një model. Ore, si do ta marr unë informacion? Unë do përdor çdo rrugë për të marrë. Nuk ma vendos as prokurori as gjyqtari mu. Nuk ka rregulla të përcaktuara që informacionet ta marrësh në këtë rrugë. Po, përgjegjësia ime është si e përdor unë informacionin. A kam qenë korrekt me informacionin? A kam thënë unë të vërtetën? Dhe kjo është një gjë që vendos publiku. Dhe në momentin që unë dalin nxjerrë, se unë e kuptoj këtë gjë, kur unë bën kërcënim për kryeministrin dhe për pushtetin, po normal më që do më shumë se më herë parë. Në 2016 më morën nga studio live. Merrën aty te Opinioni. E vetmja gjë që përfitova unë është që Fevziu ishte bindës. U tha atyre, a mund ta sillun, tha, me makinën time? Dhe unë shkova në makinën e Fevziut. Ka qenë dhe kolegu tjetër, Artan Hoxha. Edhe më çuan atje dhe më ka mbajt. Për çka kërkoni? Kërkoni të arrestoni ministrin e Brendshëm, prandaj bën ato. Dhe më kërkuan burimin dhe nuk e dhash. Dhe telefonat e mi ndaj 6 vjet. 6 vjet. Pse si kërkova? Se s'kisha besim te sistemi. Rasti tani që fitoi kolegu jon Qyno, ishte fitore për të gjithë, po jo për Qynon vet. Si Qyno ata ja bastisën 2 herë shtëpinë. Një miku im nga Mirdita ka i shprehje lapidare që janë dhe si shpreh. Thot kur je në vitin e parë, ashtu siç kemi qenë, edhe po shpëtove plumbit ka bajoneta. Dhe unë kalova vitin e kuqe. Kush ishte vijë kuqe? Unë mora më shumë informacion se ç'duhej dhe po godisi ata që nuk duhet godisi. Dhe fillova po tregoja gjithë implikimin e kësaj që është sot. Kjo gjë që është sot që mundohet ta të na nxjerrin te Sky. Sky ishte ka mbaruar në mars 2021-shit. Nga marsi 2021 deri sot. Ka kaluar në platformë tjetër? Po, jo në platformë, kanë kaluar 10 platforma tjera. Çfarë mendon ti? Nuk është shitur drogë, është rritur shitja e drogës me 2 herë gjysmë. Si bëhet trafiku sot? Se vetëm në Shqipëri inkriminohet rriti. Ne inkriminojmë Enkron Femine dhe Skyn. Ora ka pas 180.000 përdorues atje. E kanë përdor deri dhe njerëz të afërm të familjes mbretërore në Europë. Sekretet tregtare aty janë më të mëdha se bota e narkotikëve. Dhe po ti kapësh gjithë teknologjitë e tyre, përgjimet e ku diun, dëshmojnë këtë gjë. Po s'ka ishte hera e parë që u përdor dhe u kap në këtë formë. Dhe informacionet si do të merreshin? Thashë një herë, si do të merren informacionet? Unë nuk kam porositur ngarkesa me kokainë. As kam fshehur ngarkesa me kokainë. Nuk kam porositur vrasje. As kam fshehur vrasje. Unë çka kam marrë vesh e kam denoncuar. E kam bërë publike. Dhe ajo që më mbron më është ajo që kam publikuar. Dhe sulmi që më bë mua, që s'pati as dina si madh, pra dosja ime doli para se unë ta merrem vesh vet. Dhe unë vërtet, unë jam njoftuar përpara, më thënë përpara që mos hajde se do të arrestojnë. Ne kam qenë bindur, thash do vi, se s'kam e di se çka kam bërë me punën time dhe me jetën time, dhe nuk kam se të fshihem. Po të arrestojnë, kam ndarë mendjen
dhe ta bëj. Por do të kem parasysh që shumë njerëz ata që janë sot në burg, dhe po them, ato ditë festa më e madhe është bërë në burgje, se sa është bërë jashtë. Se jam me denoncimet e mia ata aty brenda. Unë kam qenë në gjyq tash me kryeministrat e këtij vendi, me ministra më të fuqishëm, sepse kjo gjë më jep edhe adrenalinën të luftoj me atë më të fortin. Kush ishte më i fortë sot Rama? Çfarë them unë, Meta aty që lum ping-pong, është bërë kampion ping-pongu te burgu 313. Betejat e tjera nuk t'i kam zili, po këtë betejën me Spakun ta kam me thënë drejtën, se ty të kanë thirrë disa herë, unë kam bërë po bëj kërkesë që të më thrasin dhe s'më thrasin kurrë. Po mase duhet bësh diçka tjetër, Do më japësh për një tesi të shkoj. Do ta jap një mendje edhe atë. Shumë interesante, se mënyra se si e bën ti, ata prap thonë për momentin nuk në momentin që do të prishësh punë ti, atëherë të fap të thresin. Se kështu funksionon. Pra unë këtë betejë kam bërë me prokurim përpara, kam qenë thash me gjyq me Fatos Nanon, kryeministër, me të ndjerin Bashkim Fino se që edhe Ica Muaj kryeministër. Pra unë jam i stërvitur me këtë gjë. Prokuria e kriminalit të rënda, thash më morën. Spaku ishte thjesht unë deri në momentin që ndodhi kjo në Spak, nuk isha shkuar asnjëherë për të marrë informacion. Megjithatë informacionet i merrim. Në të gjitha rastet ja u kisha dhënë dhe janë atje dhe ja kam thënë në seancë. Nëse ju shkoni me këtë parim, se nuk keni shefit, nuk keni as Mark Marku, as profesor Hamid Boriçi. Nuk e vendos ti si e marrë unë informacionin. Pra, nëse ti thoj që unë kam nxjerrë kryeministrin me këtë atje, dhe kam nxjerrë në interes të një grupi tjetër, i cili ka dhënë vota dhe në këto zgjedhje, i dha një rekord prap. Ai grupi, jo unë. Me që rafata, numrin e Suelit, kontaktin e Suel Qeles, e ka? Kontaktin e Suel Qeles, më kollaj e kini ta gjeni duke pyetur në kryeministri ose... Ti marrim ca këshilla PR-i, marketingu, se do na duan jetë. Po ta them unë e ke aty, sepse në zgjedhjet e fundit ka dhënë kontribut, ti që dhanë 2021, se kjo është e bukur. Pra ta akuzojnë se ke bërë komplot me një njerëz që ka ndihmuar qeverinë për të vëzhguar qeverinë. S'ka sens. Dhe pastaj kalojnë te pjesa tjetër. Ta ka akuzat, bën një akuzë korrupsion pasiv sektor privat dhe organizatë kriminale, që është niveli më i lartë. Pra sot Shqipëri, ky është niveli më i lartë, nuk ka term, mafia është term gazetares. Po tani nëse pjesë organizatës kriminale, pse duhet korruptohesh, se ti pjesë organizatës. Ti po shet 2 ton kokainë dhe po ndan fitimin e organizatës. Pse duhet të shemi përqindje së rregull? Po sepse duhet korruptohesh. Gjëja që unë i kam thënë në seancë, që kam patur është pse më keni nxjerr pikërisht këtu te ky grup dhe s'm keni futur me Fierin, me Vlorën, me Shkodrën, me Tiranën, me Durrësin, me Niklën, se unë jam me të gjithë. Po të hyni unë kam folë se kam marrë informacion dhe e kam denoncuar. Kur doli atë ditë visi i pojë se njifte njëri, thash kanë nxjerrë foto si duket si 60 vjeçë. Sa është të vërtet? Po s'është ai visi i pojës. Se po duhet ta përshkruaj pastaj e merr ndaj kolegu im, i fut edhe në ngjyra dhe ta ke bërë. Të gabuara, fillojnë ato shoqet e mia, sa i bukur është, fillojnë fantazojnë. Bon, nuk është në stilin e kësaj, ai ka qenë te stili i flutrimit të ulët. Kjo ekspozoi përfshirja në fuqia, pesha e madhe që shikoj krimi dhe nxehtë është pushtet. Mafia, termi normal, çfarë është? Është organizat pushteti. Në krimin në Shqipëri po shkonte kulisat, marrëveshjet me pushtetin, me politikën, me gjithë ato i çoi i ekspozoi. Kush nuk shkoi atje, thash ai shkret në Delvin ishte. Vetëm pse u futë politika e hëngri. Kush e shiti atë? Pra unë jam njëri që kam dalë në mediat se kam besuar kurrë në jetën time që do të kishte dokumentar për mua te televizioni i madh japonez. Kej dokumentar atje, më unë habitem për Jo, me gjithë histori që tregove sot, duhet bëj edhe unë ca dokumentar me të. Unë kuptoj vetëm Artan Hoxha San atje, se s'kuptoj asgjë tjetër. Por nga aty deri në Kanada, media më të mëdha në botë. Madje edhe kur erdhëm këtu po mbaj mend po bënin një historik atëherë të madh, ka qenë tabloidi më i madh gjerman, Stern. Dhe ata kishin ardhur për grupin Bajri. Madje për Safet Bajri. Dhe po merreshim me atë, kishin qenë në Shkodër, vajtën bën ca filmime, erdhën poshtë. Nëse ishin pra historinë e peshkimit. Më than mua, jo më nuk kanë histori peshkimi, peshkimi ishte histori për kam bashkuar tjera gjëra ata. Të peshkimin e kishte mbeta i burri Huis. Në ato momente është bërë 3 ditë debat në parlamentin belg për Safet Bajri. Safet Bajri nuk kishte ndonjë njeri që përfaqëson ndonjë gjë të madhe atje. Edhe te Bajrët nuk është kryetari i Safetit. Bishti Kavallet. Nuk them Bishti Kavallet, por nuk është kryetari i pari. Se edhe ata vetë janë familje e madhe. Tani, u them shiko, këta vërtet janë problematik.
por janë lokal. Ndoni një që ka për masa vërtet që ti do shesë revistën në Europë. Ata kur shkruajnë për tregun shqiptar. Prandaj kur themi apo çka kanë thënë këta në gjë që se dim ne. Se unë duke punuar vazhdimisht me gazetarë, në fillim edhe unë i admiroja, duhet të shikoja. Më vonë kuptova që thënë se kishin ndonjë gjë më shumë se ne, po thjesht ai drejtoi një tregu më të madh, kishte eksperiencën, kishte mjetet në dispozicion. Po kur e shikoja që ai s'bënte dot gjë në Shqipëri pa folur me mua, si isha unë këtu në terren, që njifi. Dhe i them, shiko, ja ku ke kryetarin e parlamentit, aty ke ministrin, zëvendëskryeministrin, ishin prisin shiritin atë. Me njëherë ajo e përmbysi historinë. Dhe ata publikuan një shkrim atëherë, që unë se mendova kur, pra unë përfundova nga njeriu që isha informator për ta, dhe përfundova në një intervistuar dhe objekti i shkrimit. Dhe shkrimi në faqen e parë është 13 faqe, shtërën. Dhe titulli është Rruga e re e kokainës. Shkrimi ka dalë në fillim të shkurtit të vitit 2018. Dhe këtu bënami, ambasada që atje njoftoi, të lloj marzhi vendit, dhe unë sa ishte tirazhi i saj. Unë brenda ka një shkrim Gjatari i mafjes e ka titullin gjermanisht, ku jam unë bashkë me të dy gazetarë. Dhe u bë e madhe sepse fotoja e parë ishte harta e Shqipërisë, harta e Europës dhe një vizë kokaine që fillonte nga Shqipëria më rënë në Gjermani. Ne shpjegonim si bëj trafik. Dhe reagimi i parë ishte sa është e vërtet, nuk është Shqipëria në këpër masa, këtu nuk ka trafik kokaine, kështu si thoni ju. Dhe ç'a ndodhi? 2 javë më mbrapa, kapet satësia më e madhe që është kap në herë në Shqipëri. Dhe ishte për Gjermani. 613 kg që u kap në Maminas. Me që tha thonë, mendoj që dhe që është kriminalite që ka bërë vrasje prap ka të drejtën për to. Shprehur për të sqaruar pozitën e tij. Në Shqipëri kjo e drejtë nuk ekziston, po ta them unë vetë, kam parë ato ditë nga njerëz që ishin si profesionistë, nuk po i kërkoja mos shkruaj, mos fol. Por më pyete mua. Përveç Iliana Golli, Zëri Amerikës, pra Zëri Amerikës, që është media shtetërore, e Shtetet Bashkuara të Amerikës, paranorisë botës. Merë dhe të pyet, cili është reagimi juaj? Doli gazetar, thjesht votoi gjërat më elementare që ka ky profesion jon, do të japësh zënë dhe atij tjetër. Pra, imagjinoni kur vihet një qytetar në shinjesër, ç'a i bëhet. Pra unë kam ndër një javë, prita vetëm ta nxirrin të gjithë vrerin, deri ku do shkonin. Deri ku mund të më çonin. Dhe edhe këtu do ta mbyll. Gjëja që unë kam bërë, është gjëja që unë kam besuar. Unë kam besuar te ky vend, që ky vend i ka aftësitë të bëhet, të vihet në një rang me vendet e tjera. Kam besuar te ky vend sepse kam rritur fëmijët e mi këtu, nuk i kam lënë tikin. Dhe sot kam një gjë që jam pishman në kjo, që ma kujton gjithmonë. Se duke i mbajtur këtu i kam lënë të varfër. Mos se mund t'iknin jashtë, mund t'ishin bërë mund të kishin bërë 5 para më shumë, siç i mbajton këtu, sepse duhet i kisha parasysh se kur kujtoja ç'a vuanin prindërit e mi kur unë isha migrant. 18 muaj s'kishin asnjë sinjal nga unë, s'merresh as telefon. Vetëm kohë vinte në një kushëri, thoshte thojni që është mirë, është gjallë filan vet. Dhe këtë mendoja edhe për vete. Pra, unë në momentin që rris fëmijët e mi te ky vend, kam gjithmonë parasysh moton e narkotrafikantëve. Fëmijët tuaj janë ardhmja jonë. Dhe jam përpjekur që fëmijët e mi mos jenë ardhmja e tyre. Edhe pse unë sot jam vënë në akuzë, sikur jam, domethënë që jam përgjegjësi dhe jam në krau tyre, dhe nuk jam në krau tjetër. Megjithatë, edhe kjo është një betejë që duhet kaluar. Si gjithë betejët e tjera, lufta është tjetër gjë. Thash, unë kam menduar deri në 35 vjeç, kam kaluar çdo parashikim tim, se kam menduar që do jem kaq gjatë në treg, kam qenë vetëm. Edhe kjo më ka ndihmuar, domethënë kam harxuar dy fishin e kohës për të dalë në maj, por nuk i detyrohem askujt. Është thjesht betejë e radhës. Po është fakt, mund të humbësh betejë gjatë rrugës, mund të fitosh disa e kam humbur, disa kam fituar, por gjithmonë nuk kam humbur qëllimin. Qëllimi është të fitoj luftën. Dhe lufta është, kjo është sapo thash, në të vend që rris fëmijët e mi, ky vend të jetë një ditë më i mirë, se çka qenë apo se ç'është, dhe të jetë një vend ku ne mos flasim më për çunat të Dubait, çunat të Londrës, çunat e Ekuadorit, çunat e Kolumbisë. Por ato janë realiteti i dhimbshëm që ne flasim sot. Nuk flasim nga qefi, nuk kam e qef dalë. Nuk them që nëse më shihni mua në ekran, nuk është situata mirë. Sa më pak të dalu në ekran, aq më qetë shkon vendi. Sa më shpesh dalim ne, mos kujto se na nxjerrin për
kështu burrat mirë aty, po ta nxjerrin se u duhemi për këtë gjë se s'po e shifte më njëri politikën. U lexua, u zgjidh politika dhe po merreshim me këtë gjë tjetër. Pra mbaruan zgjedhjet. Doli rezultati, e siguroi bukën për 4 vjet. I qymeti, tani do merrem me cirkun. Dhe cirku ti do lexosh për ditë me këto historitë, çu në Dubai, gocat e showbizit, e gjitha, ti do i kapi makinën, ati do t'i sekuestrojmë këtë do të bëjmë. Jo, nuk luftohet kështu. Kështu mund të fitosh në një betejë rrugës i luftën. Ne duhet luftojmë, ne duhet kemi një strategji që të fitojmë luftën, jo të fitojmë beteja. Betejat janë kalimtare. Faleminderit për intervistën. Shumë faleminderit. Shkoj edhe të mburren në fshat tani që jam ulur në një tavolinë me Artan Hoxhën, me kolegun tim Artan Hoxhën. Gjithashtu dhe unë do mburrem, do them edhe unë e pash kush ishte Lolita. Faleminderit.